dëshiron të njoh. Të dashur student, tashmë kolegë tanët, profesor të nderuar të Universitetit Evropian të Tiranës, sot është një ditë shumë e rëndësishme për universitetin tonë. Pasi me anë të kësaj ceremonie, do të diplomojmë studentët tanë të parë në ciklin e dytë të studimeve në nivelin master shkencave dhe master profesional. Kjo është një shenjë rritje, serioziteti, cilësie dhe diferencimi në tregun e punës. Sot, UEFI është në gjendje të ofrojë me sukses 12 diploma master shkencave dhe 14 diploma master profesional. Gjithashtu jemi të përgatitur dhe kemi kapacitetet e duhura për të hapur dhe ciklin e tretë të studimeve në doktoraturë, sipas profileve shkenca ekonomike, juridike dhe shkenca sociale. Të jesh një universitet i ri, por me student kaq eficient si ju dhe kaq elitar, është fat dhe përgjegjësi. Fat sepse zhvillimet e vazhdueshme dhe të shpejta të jetës politike, ekonomike dhe sociale në vend koincidojnë me zhvillimet në fushën e arsimit të lartë dhe kërkesës më të madhe për dije të specializuara që paraqet tregu i punës. Në erën e re të ekonomisë së njohurive, kërkohen shumë se sa thjesht njohuri teorike. Kërkohen metoda bashkëkohore, praktika efektive, njohurit më të evoluara, të cilat ne i vumë në dispozicionin tuaj për të dhënë më të mirën në formimin tuaj profesional dhe shkencor. Megjithatë, nuk jam këtu për të folur vetëm për Universitetin Evropian të Tiranës, pasi ju gjatë viteve të studimit e njihni tashmë atë. Jam për t'ju përshëndetur dhe për të folur për ju, për vitet tuaj të shkollimit dhe karrierën tuaj, ekzistuese dhe atë të ardhshme. Sot jemi mbledhur këtu me urimet dhe shpresat më të mira për të ardhmen. Ju jeni ekonomistët, juristët, psikologët, politologët, biznesmenët, menaxherët dhe politikanët e së nesërmes. Disa prej jush i kanë këto profesione tashmë, duke zotruar poste të rëndësishme dhe ne jemi krenarë për ju. Por nga ana tjetër, ceremonia e diplomimit nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e një diplome apo certifikim të njohurive, por lidhet edhe me zgjedhjen e disa vlerave universale që na vijnë të gjithëve dhe që na bëjnë të ndjehemi të plotësuar pavarësisht zgjidhjeve që bëjmë në jetë. Duke u diplomuar sot, ju jo vetëm keni kurorzuar me sukses avancimin e dijeve tuaja, por dhe keni rishpikur vetveten, duke e sfiduar atë, sepse të qenit student i Universitetit Evropian të Tiranës përfaqëson një sfidë që vetëm më të mirët arrin t'ia dalin dhe ta realizojnë. Ju të nderuar kolegë, ishit ata që merrin pjesë në tashmë sfidat elektorale, konkuruat dhe fuqizuat kompanitë e biznesit, drejtuat reforma të rëndësishme në poste publike, zhvilluat aftësitë tuaja profesionale në firmat e menaxhuara nga vetë ju. Më shumë suksese do të arrini, për këtë ne jemi të bindur. Megjithatë, Universiteti Evropian i Tiranës nuk mund t'i marrë vetë të gjitha meritat dhe kredit e suksesit tuaj. Ju jemi këtu dhe falë përpjekjeve dhe dashurisë të familjeve tuaja, të cilët meritojnë një përshëndetje të veçantë dhe shumë të ngrohtë nga ne. Prindërit shqiptar ndoshta të vetmit prindër në botë që investimin më të sigurt e shohin tek arsimimi i fëmijëve. Ata janë rritur në një botë pa karta krediti, pa telefona celular, pa llogari bankare, pa investime financiare spekulative. Ata dinë të investojnë vetëm nëpërmjet dashurisë që kanë për fëmijët e tyre, dashurisë që kanë për arsimin. Po ashtu, bashkëshortet apo bashkëshortët tuaj i morën përsipër disa ngarkesa familjare gjatë kohës të studimeve tuaja. I sigurojmë të dashurit tuaj që investimi i tyre ka qenë i suksesshëm dhe ne kemi përgatitur profesionistë dhe ekspertë që i bëjnë nder Shqipërisë. Ndërsa po diplomoheni me një diplomë të masterit të nivelit të dytë apo masterit profesional, do t'ju duhet të përballeni me pyetje të vështira. A do të dini të rrisni përpara në karrierën tuaj tashmë të fuqizuar? A do të arrini pritshmëritë që keni vënë vetes? Sigurisht, këto janë pyetje shumë të vështira, që gjithsekush i bën në momente të caktuara të jetës. Por mendoj se shqetësimi juaj kryesor duhet që të jeni vetvetja në çfarëdo punësimi apo profesioni ku do të performoni. Duhet të mos i trastoni gjithë pritshmëritë, qëllimet dhe ëndrat që kishit kur regjistruat në Universitetin Evropian të Tiranës. Kjo është edhe teoria më e rëndësishme e jetës, të cilën parapërqej t'ju apërmbledh me fjalët. Përpiquni të arrini atje ku do të doni të arrinit dhe ju do të arrini. Vetëm duke rrezikuar dhe sfiduar vetveten, do të arrini objektivat që i keni dhënë vetes. Gjithmonë mund të kthehesh prapa në hapat e para,
por duke provuar dhe duke riskuar, do të mundeni të zbuloni me anë të panjohura edhe të vetes tuaj. Shpesh mjedisi shqiptar është i pasigurt dhe ndonjëherë mbizotron konkurenca e pandershme. Por karriera juaj drejtanishme, puna që keni bërë, karriera jonë e pedagogëve tuaj, realitete në Shqipëri si Universiteti Evropian i Tiranës, tregojnë se ka vënë në Shqipëri për të drejtën, të ndershme dhe aftësinë. Vetëm mbi këto tre tipare do të mund të ndërtoni një karrierë të qëndrueshme dhe të suksesshme. Në këtë ditë të shënuar të diplomimit tuaj, lejoni t'ju kujtoj se ju mbeteni përjetësisht alumni, ish nxënës të UET-it. Dhe si të tillë, konsiderojnë Universitetin Evropian të Tiranës si formuesin tuaj, ku natyrshëm mund të merrni mbështetje fuqizim sa herë që do të ballafaqoheni me sfida të reja zhvillimit. Sikurse ne, me suksesin tuaj, tashmë me besim të plot, do të aprovojmë realizimin e misionit ton të vyer në shërbim të shoqërisë. Sukseset më të mira. Të dashur tashmë kolegë, unë ju graduova, sigurisht kemi ceremoni për të kryer. Bashkohuni me mua për të përshëndetur ata që japin vlerë Universitetit Evropian të Tiranës, pedagogët e UET. Duke i falenderuar në emrin tim dhe tuaj për punën e çalodhur dhe cilësore që ata bëjnë, si në drejtim të vetëpërsosjes akademike, ashtu dhe për rritjen e nivelit të mësimdhënies, standardeve të reja për Shqipërinë që kanë vendosur në marrëdhënie me studentët, si dhe rezultatet e spikatura në punën kërkimore shkencore, më lejoni të spikas dy vlerësime ndërkombëtare që kanë marrë së fundmi dy prej tyre si vjo. Instituti Bibliografik Amerikan, American Bibliographical Institute, ka zgjedhur profesor Fatos Tarifën për të përfshirë, shoqëruar nga një biografi e shkurtër akademike e tij, si një subjekt rekordi historik ndërkombëtar në edicionin e 5 të botimit referencial Great Minds of the 21st Century, për vitin 2011, votuar nga ky institut me qendër në Raleigh të Karolinës së Veriut. Në proklamatën e lëshuar me të rast shkruhet: Bordi drejtues i editorëve të Institutit Bibliografik Amerikan ka zgjedhur profesor Tarifën si një Great Mind of the 21st Century për shkak të arritjeve të tij të rëndësishme dhe të aftësive të tij në sociologji. Dhe ky që rezervohet për njerëz, arritjet dhe influencat të cilëve janë rezultat i aftësive të tyre të shtuara intelektuale. Profesor Tarifa nuk ndodhet këtu, sigurisht do t'ja transmetojnë gjithë veçanërinë tuaj dhe përshëndetjen. Ndërkohë, organizata botërore votuese amerikane IGI Global aporton një ndër 4 çmime vjetore të ekselencës në kërkim me motivacionin. IGI Global me krenari prezanton çmimet për artikullin më të mirë në 2010 për profesor Petraj Papajorti. Me artikullin e tij, modelimi, një aktivitet qendror për zhvillimin e sistemeve fleksibël të informacionit në bujqësi dhe mjedis, i botuar në International Journal of Agriculture and Environmental Information Systems, volumi i parë/1. Në bazë të vlerësimeve sa më lartë, në emër të Universitetit Evropian të Tiranës, më lejoni të akordoj profesorëve tanë të nderuar Fatos Tarifa dhe Petraj Papajorgji çmimin e presidentit të UET, Distinguished Researcher, pra një kërkues shkencor i